Nuk e di Alan njeri pa e ka. Nuk e di Alan këngëtar pa e kritiku, Alan aktor pa e përqesh, dhe nuk e di Alan politikan pa e shal. Po mos të mire është i thuash gjëra troq, edhe pse ne shqiptarët jemi mësuar gjithmonë të flasim mas shpine. Për këtë mos të mire mund të na tregojnë dy vajzat simpatike, Aulona dhe Fatma, të cilat shpesher thumbojnë shumicën e fytyrave tona publike në emisionin e tyre. Fatkeqësisht, njëra prej tyre lëndoi këmbën dhe nuk ishte prezente gjatë intervistës për prive. E ndjekim bashkë në vazhdim. Unë jam Aulona. Kurse unë isha Fatma, nga e fundit? Ajo ka ngelur akoma. Puna e tyre është e thjeshtë, merren me fytyrat publike shqiptare, thumbojnë profesionin, karrierën apo edhe vetë personin publik. Janë këto Fatma dhe Aulona që nëpërmjet YouTube-it kanë emisionin që shprehin çdo gjë që sipas tyre duhet të jetë temë e lidhur me fytyrat publike. Future President, pitu. Aulona më në fund dhe zonë të gjitha haqet e atyre që i ka rënë më qafë dhe ju e dini që ajo është e keqe, ajo i shkruan gjitha skenaret e këqia, gjitha gjërat e këqia për personazhet dhe ka thyer këmbën. E ka ndrydhur në fakt, po le të shpresojmë që është një thyerje për hir të personazheve të estradës. Tani jemi të gjithë më të lumtur, më të qetë, unë do them vetëm fjalë të mira si në këtë intervistë. Dhe kam vendosur në fakt që sot të personifikoj pak Aulonën, që mos ta bëj të ndihet e përjashtuar, se është edhe shumë xheloze nga natyra, dhe kam vënë syze në nder të saj. Prandaj kam syzet sot, sepse unë shikoj shumë mirë. Të mbash një emision përmes një kanali interneti nuk është edhe lehtë. Puna dhe mundi janë të paevitueshme, nuk mund ta kenë primatin e reklamimit i njëjtë si një televizion. E kemi menduar fillimisht të projekti që kemi thënë për në televizion. Por është shumë e vështirë. Është e vështirë sepse kur je në ekran nuk mund të flasësh për shembull për personazhet të ekraneve të tjera, nuk mund të flasësh për një televizion tjetër, nuk mund të flasësh për të gjithë në të njëjtën mënyrë sepse ca duhen mbajtur me hatër, ca të tjerë duhet të flasësh domosdoshmërisht mirë edhe pse janë artist mediokër. Dhe ne u rebeluam edhe gjetëm rrugën dhe vendin ku askush nuk na ndalon dot dhe nuk na prek dot, që është YouTube-i. Vendi një që të përshtatet me surate në një tefta, në një shefqere, ku diun Shabane. Showbizi, apo thënë shqip, biznesi mediatik, nuk është se arrin të ketë gjithmonë fjalë të mira e lavdërim për punën që bën. E kur kjo nuk është për t'u lavdëruar, kemi vajzat që janë gati të shprehen. Tani që po bëhet nami dhe shpërndahet video gjithandej dhe jemi bërë mainstream, kanë filluar të reagojnë. Për shembull së fundmi, mua më vjen shumë për të qeshur, është Blero, i cili na ka dedikuar dhe një status në Twitter dhe ka thënë unë bëj status e të tjerë të bëjnë emisione. Është thënë shpesh tek ne me të fortin mos u ngatro. Unë përfitoj nga rasti tani këtu në privé dhe i them Blero, që të sqarojmë. Çështja është këtu. Nuk mund të akuzosh dikë tjetër që ka vjedhur kur karrierën tënde e ke bazuar mbi vjedhje. Dhe tani që u sqaruam, vazhdojmë. Tjetër, kemi pasur nga të vëshëja, na kanë ardhur reagime të forta, shumë të forta, dim edhe nga ambientet aty brenda, por disa personazhe që kanë reaguar publikisht kanë qenë Gent Lako dhe Mira Konçi, kanë thënë kush jeni ju që flisni për festivalin e të Farfeje. Mira Konçi ka guxuar dhe na ka thënë që juve nuk ju takon që të flisni dhe jeni dashakeze dhe të liga. S'është e vërtetë, domethënë të gjithë kemi sy, kemi vesh, e dim që ato këngë ishin edhe thjesht ne nuk kemi frikë të themi atë që mendojmë dhe do të që çuditërisht një pjesë e madhe e njerëzve që na shikojnë dhe na ndjekin mendojnë një lloj si ne, kështu që problemin o e ka të vëshëja. Po bravo, shqyrë, më në fund, sepse... Tani vajzat kanë hyrë në një lojë e vështirë se mund të dalin, nga përvoja e tyre, ku e shohin sekretin e qëndrimit të yjeve tona në skenë. Okej, ti je një këngëtar relativisht i mirë, por ama je edhe shumë i bukur. Ti duhet ndjesh krenar, nuk e pse më thua që jo, unë jam këngëtar shumë i mirë. Jo, nuk është e vërtet, sepse jo të gjithë këngëtarët në të gjithë botën janë shumë të mirë, ka të mirë, më pak të mirë, ka dhe performues ose njerëz që bëjnë show. Madonna për shembull është një këngëtare skandaloze, por ama është një ikon. Pse? Sepse di të jetë në qendër të vëmendjes, di të bëj show, dhe kjo është e rëndësishme. Estrada jon, shpesh herë nuk kupton se reklamimi i tyre është edhe ana tjetër e medaljes kundrejt anës pozitive. Idhërimet, mos dëshira për paraqitje në intervista, shpesh herë dhe fjalët jo të mira janë ato që shoqërojnë punin e gazetari, por prapë se prapë, showbizi këtë ka.
Pikërisht. Duhet ta nisin me një fjalor anglisht shqip, që të bëjmë përkthimin e fjalës show biz, pra biznes në botën e spektaklit. Duhet të dish të jesh një biznesmen i mirë dhe të kesh nuhatje edhe në botën e spektaklit. Nuk mjafton vetëm talenti. Sidoqoftë, vajzat punën e tyre e dinë, me qasjen e të shprehurit kanë fituar zemrat e shumë njerëzve. E po për këtë po luftojnë të gjithë, klikime e vetëm klikime. E rastin e keni, shfrytëzojeni.